Çdo vit më 28 qershor në Gazimesta, një vend simbolik rreth 15 kilometra larg Prishtinës, Kisha Ortodokse Serbe dhe besimtarët serb nga Kosova, Serbia dhe rajoni shënoi Vidovdanin për të kujtuar betejën e vitit 1389 kundër ushtrisë osmane, që konsiderohet si një moment kyç i historisë serbe. Në këtë vend, më 28 qershor 1989, ish-presidenti serb dhe kriminali Slobodan Milošević mbajti një fjalim para 10 rrëvimira serbe në 600 vjetorin e betejës. Deklaratat e tij se betejat e armatosura nuk përjashtohen u interpretuan gjerësisht si një paralajmërim për konfliktet e armatosura që shpërthyen më vonë gjatë viteve 90 në ish Jugosllavi. Të shtunën, policia e Kosovës janë kujdesur për sigurinë e kësaj feste, ndërsa të pranishëm ishin dhe pjesëtarë të KFOR-it italian. Kurse për thirrje raciste dhe mos respektim rregullash, policia e Kosovës i ka ndaluar 17 persona të shtunën në Gazimesta. Vidovdanin është përdorur në ndërtim fals të identitetit serb në raport me Kosovën. Eksperti i sigurisë Arben Dashevci thotë se Gazimesta u bë i njohur pas fjalimit famkeq të Miloševićit në 1989, që lidhet me nisjen e luftrave në Jugosllavi. Vidovdani, si i ri fetar i Kishës Ortodokse Serbe, përkujton një betejë të humbur. Sa kohë festohet pa incidente në një shtet demokratik si Kosova, ndalimi i saj nuk është i nevojshëm. Gazimestani në Kosovë njihet që nga viti 1989, 1990 dhe askush dhe asnjëherë më përpara nuk është përmendur fare. Gjithashtu njihet për fjalimin fatkeq dhe kasapi i Ballkanit, pra presidenti i atëhershëm serb Slobodan Milošević, që mbajti atje në 1989. Ky fjalim shpesh citohet, por ishte atëherë, por tash jo më asesi, sepse nuk ka vlerë më se hyrje në konfliktet e armatosura që më pas shpërbën një Jugosllavin. Fjalimi i tij fatkeq ka sjellur luftë të përgjakshme me shumë viktima. Vidovdani festohet tradicionalisht edhe nga Kisha Ortodokse Serbe, e cila kryen edhe ritin fetar si shenjë përkujtimi për ushtarët e vrarë për ato që njihet si betejë e Kosovës, që ishte debak i humbur, pra festë një humbje e thellë në praktikë. Nëse festohet pa incidente, nuk ka pse të ndalohet kjo festë. Humbje në terren, jemi shtet demokratik dhe sillemi si të tjerë, mendoi unë, ka shprehur opinionin e tij. Ai thotë se fjalimi i Miloševićit në 1989 nxiti tensione që çuan në luftën e përfunduar me humbjen e Serbisë në 1999. Son ndikimi i kësaj narrative ka rënë ndjeshëm dhe pjesëmarrja po bie çdo vit edhe më shumë. Profesori Muhamet Klementi në një përgjigje është shprehur se festa e Vidovdanit në Kosovë ngarkesë të thellë politike dhe historike që shfrytëzohet për mesazhe nacionale serbe. Ai thotë se kjo festë duhet të ndalohet pasi lidhet me fjalimin fatkeq të Slobodan Miloševićit në Gazimesta në 1989, kur ai paralajmëroi luftrat që pasuan shpërbërjen e Jugosllavisë. Nga ky moment nisi një varg konfliktesh të përgjakshme në Sloveni, Kroaci, Bosnjë Hercegovinë dhe përfunduan me luftën e Kosovës. Klementi ka cilësuar Gazimestan si një vend që edhe përdoret për të qarqet të serbëmbllaja për përhapjen e ideologjisë fashiste dhe veprimeve kriminale. Sipas tij, Kisha Ortodokse Serbe luan një rol aktiv në promovimin e urrejtjes dhe në thirrje për rikthimin e ushtrisë serbe në Kosovë. Në fund, profesori deklaron se që shteti i Kosovës duhet të ndalojë manifestimin e Vidovdanit në Gazimesta, pasi ai po shfrytëzohet për përhapjen e urrejtjes raciste dhe ideologjisë serbo-madhe. Kisha Ortodokse Serbe, në vend që të merret me fe, po nxit politikisht sensibilizimin e Kosovës. Betejë e Kosovës ishte e përbashkët për popujt e Ilirisë dhe nuk duhet të përdoret me qëllime shoviniste, ka thënë ndër të tjerash profesori.